Gati 2.5 miliard dollar llogaritën ndëmi i përmbytjeve në 3 dekada. Megjithatë, askush nga përfaqësuesit e institucioneve që janë të angazhuara me mirëmbajtjen e sistemit hidrik në Shqipëri, vlerësimin e riskut para dhe gjatë emergjencave, nuk ka dhënë llogari para drejtësisë dhe as gjetur fajtor. Fatura e dëmit ekonomik bëhet publike në një raport i detajuar i kontrollit të lartë të shtetit, që ka kaluar në lupë përgjegjësisht në nivel qendror dhe të pushtetit lokal, duke nisur nga Ministria e Bujqësisë deri tek ndërmarrja që administron argjinaturat, sistemin kullues dhe kanalizimet. Gjetjet janë bërë publike nga kontrolli i lartë i shtetit mbas auditimit mbi përmbytjet e 2024-s në qytetin e Vlorës, ku dhe janë administruar qindra dokumente mbi hartën, kanalizimin, deri tek hidrovorët dhe kontratat e mirëmbajtjes së tyre. Në këtë kontroll përpos evidentimit të problematikës për mospastrimin e kanaleve kulluese për dekadash, nga institucionet përgjegjëse ngrihen pikpyetje për mosmenaxhimin efektiv të riskut nga përmbytjet në nivel kombëtar, i cili duhet të përshtatet me kushtet klimaterike, që në këto kushte, sipas KLSH, bien në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen civile.